Gjykata e posaçme i ka refuzuar kryebashkakut të Tiranës Erion Velia t'i vërë në dispozicion fizikisht dosjen hetimore ndaj tij me 160 fashikuj. Dosjen Velia e ka kërkuar edhe nga SPAK, por prokuria e posaçme pretendon se ka përmbushur detyrimin ligjor duke dorëzuar materialin e plot me USB, duke ditur në fakt se Veliaj nuk mund ta përdorte USB-n pasi në burg nuk lejohet as kompjuteri, por ky standard nuk është përdorur për të njëjtën kërkesë të bërë nga Ilir Meta. GKK detyroi SPAK-un t'i çojë në burg të printuar fashikujt nga dosja e tij ish presidentit të Republikës. Turi që ka njësur Ervin Saljani mes kritikash për leadershipin e Selis Blu, po japë rrugë të tjerë zërave kritik në radhët e opozitës. Disa nga alatët të mbledhur në tryezën e parë që pas humbjes së zgjedhjeve me Berishën dje, ja tha në sy se opozita është kurrur ndjeshëm, sipas tyre, PD i ka kthyer në tabel qitje për humbjen, por fajin duhet ta kërkojë tek vetja. 15-vjeçari Erion Boba, i cili u godit me thik në zemër nga një 14-vjeçar pas një sherrje mes adoleshentësh jashtë ambienteve të shkollës në Durrës, ndëroi jetë në spital pas 9 ditësh. 15-vjeçari do të përcillet sot në banesën e fundit në vendlinjen e tij në Bulqiz. Jati pretendon se i biri nuk ishte pjesë e konfliktit, por u gjende rastësisht në vendngjarje pasi i kishin kërkuar ndihmë shokët. Skema e pensioneve pritet të rishikohet vitin e ardhshëm. Grupi punës po diskuton disa nga ndryshimet thelbësore që pritet psoj, ndërsa Banka Botërore i rekomandon qeverisë që të rishikojë formulën e llogaritjes pensionit, të rritet mosha e daljes në pension dhe të hiqen përfitimet suplementare. Gjatë natës Rusia nisi një sulm në shkallë gjerë me raketa dhe dronë në qytetet e Ukrainës, si duke plagosur të paktën 3 persona. Forcat ruse lëshuan breshëri raketar si dhe 10 dronë drejt qyteteve në periferi të Ukrainës. 3 raketa hipersonike Kinjal u lëshuan në drejtim të Kievit, i cili u shënjestrua gjithashtu nga dronë. Objektivat kryesore besohet të jenë termocentralet për të minuar riparimet e kryera ditët e fundit. Termocentrali i Kryvyi Rih është në flak dhe një tjetër thuhet se është goditur në Kiev.